përmenë tash luta. Lutfi Haziri, Lutfi Haziri, po... E shka luta president, shka? Po do po thojnë që jo kryetar kuvendit, do president, unë e një lutën, i shkon president i mirë, është njeri mirë, njeri që ka përvojt madhe, i një funksionet, një orientimin e ka pas mirë, ka qenë i ri i Rugovës, presidenti Rugova ka pas besim ta, nëse i bojnë votat. Mirë është. Mirë është, po. Po tot nëse s'janë votat. Tash të më po besoj Sa i po lip shumë tash kryeministri, vëtat vota din 85. 85 nuk i ka. E nuk po më rrinë jargoni. Po nuk e di pse po flet tash me të kë, masi po i vjen 85. Me këta të aleancës për shkak se Ramushi si beson. Pse si ka thirr aleancën? Ha. Po Ramushi po thotë që ke punën një agent tjetër. E për shta po thotë që se ka. Edhe në Prishtë asha ju idhnu, edhe që ashtu. E Bedria tha shku ma një lete. Po miri ka thonë, se aje ke Bedria një 3-4 herë, aje veç e ani. Në për koridor? Në për koridor, jo në për koridor, po që aty pishin kafe, bëjshin muhabet, sigurisht kam full për, që po di, financa, për filozofi, nuk e di, po në fund zdulas një emën. E tash i ka thonë që ma një adres. Po, kalzëm, s'po du me hup me ardha të kohë, këtë popli është të na prit, qka po bojmë në takim, kur po dalim, kem valla folëm, shumë mirë kaluëm. Takimi ishte i mirë. Po, konstruktiv. Konstruktiv. E falenderën, po president nuk ka. Vendosëm u taku apet. Apet, po. Ama kur gjovish vendosëm u taku apet. Anja paka? Kushtetosja e ka dhoni farloj vade. Po. Tash vadja veqerën. 34 dit. Nëse mas 34 dite nuk zgjedhjet, kryshit shpërndohen. Shpërndohen. A shkot në zgjedhje, a shka bëhet? Në kushte normale, me automatizëm shkot në zgjedhje. Ka të mrena 45 dite prej ati momentit që shpërndohet, dhe më thonë, kuvendi. As 34 dite, shkojmë 45 dit, shkojmë në zgjedhje edhe një herë të qytetari i Kosovës. Me ardhë, me thonë, me ardhë ty me të po në... A i na lullë na avni, në qytetari. A i na lullë? Po në e të kurti, se për ne ka 100 euro, sarë po ka zgjedhje. Bile ja kemi nis me na pëlqy me po zgjedhje, se kur po ka zgjedhje... Sa shtrupi po ma lypë, se i na mësudi që shpa ma dënë. Se të ka zgjedhje e pare. Si s'ka zgjedhje atë kujtohet, në 2022 në sindikata, i livë kevre për arsim edhe 50 euro ma shanë të ke. Po të luti si vla. Si po të luti si vla, e bo një horë atë kryetarë në sindikata, dhe po më thëtë mu si vla. Po kër erë në zgjedhje, i vyishin pak, i vyishin votat. Edhe duhet, me të shkepi. Edhe tash ka me të shkepi, dhe me thonë, kështë si nuk është lejmë i keqë. Po mirë, që të shkepje, pëse se lenë gjdo muj, si jo një herë, për shambull në vetë. Pas po mujnë... Gjdo muj më në arrit, del këdel. Po mujnë zgjedhje gjdo muj me bo, tash, kur ka zgjedhje... Ja, kena mordorën zgjedhje. Mirë është mirë. Ti shkona i loj shpërbly se kështon fitu në i senë. Edhe tash po fitojnë tonë, po pikë ka pak, vinë zgjedhjet. U vanun pak, na i ku Bajrami i malë. Po bre? Për Bajram të malë, kem pas me i marë ka 100. Po tash në të zgjedhjet tjera, kem Bajramin e vogël. E kena Bajramin e vogël. Po më doket për në rokë edhe atë. Bili për pudin ka na dalin, po. E ku na i konvenojnë zgjedhjet? Kosovës jo. Kosovës jo. Jo, Kosovës. Kosovës jo. Kosovës jo. Tash pazaret politike, agendat politike, interesat personale të atyre që e kanë shumicën parlamentare, po, aty në po se këshorë që 2 vjetë na jem pa qeveri, po me qeveri. Ta njerës po shkojnë qeveri. Ja ke po si Albini, me qeveri, po pa qeveri. Po, sepse kjo po shkojnë si kryeministër që 2 vjetë. Dhe pej shtatorit 2024-ës, kur fillun, ngerqe, po kjo po në shkruan lopare, po shkep. E ba ato gjipat, edhe për para që thejke, aty në që në kom për paratina, jo thejke, ju tutni prej poplit. Për që ata keni gjipa edhe Gjomadzi. Tash kjo me gjipa, me Gjomadzi, kryeministër, po që 2 vjetë. Protokolli po ma lenë. Po protokolli nuk është shpik që 2 vjetë. Ko dhe ma herë. Që 2000 vjetër protokolli. Dhe me thonë, qysh protokoll ko ka për to, e për ata që unë kom për paratina, së kom protokoll. Ata i kanë gjipat, na kem trotuarin. Po, tash spedovala trotuarin. Gjipat e mirëshin. E qysh i shet tash, nëse shkohet në zgjedhje. Nëse shkohet në zgjedhje, do t'jetë një garë. Këtë farë nditjen e partive politike. A dikush fito ma shumë, dikush ma pak, nështë a dikush edhe nuk ka vytet në prag. Mu nuk po mdokët që ka ndodhë diçka shumë e madhe me pas një zhvendoshje të madhe të votës. Silën gjatu nështë apet. Munët me pas një participim ma të vogël nga diaspora, sepse nuk mujnë me ardhë në pushime, sepse në përpuna, dhe me thonë, kanë me marë pjesë. E kur i bjenë falë me afat, për shambull me shkunë zgjedhje?
Sa di, 7 qershor apo 13 qershor, 7 apo 14 qershor, do më thonë Mos të zhagitin pak, ta marrë këtë shkojmë deti. Po nëse zhagitin atër po dihet pse po zhagitet, atër demokracia. Hajtë po qojmë dhe shkanë kushtetuse, a na vanën pak deta shqytën. Nuk isha befasu, sepse për qëllime partijake kom po që nuk e kanë problem me i sakrifiku edhe zhvillimin e demokracisë, me ndodhë demokracia, ka ndodhë me 28 djetor, nuk është për fil opozita, ka ndodhë edhe me dhonjën e mandatit Glauku Njufës, që në parim, vetëm kush do me pranu se ishte një shkelje e kushtetueshmërisë, dhe nëse jo shkelje e kushtetueshmërisë, ishte poster një nominim i kalkuluar politik për me i shërby partisë në pushtet, sepse është ditë që Glauku nuk i ka votat për me kriju qeverin. Pra u bo një veprim ligjor, jo për me zgjedhë problemin. Edhe nëse ta zonë se kushtimisht vendimi i presidentës Osmani për me jadhon mandatin Glaukut, ta zonë që është me kushtetus. Edhe pse unë sa di, Glauku është dasht me binë që i ka votat, po ta zonë që është kushtetus. Po dyshen halon ato. Unë që është me, nuk jam gjykata kushtetuse, i takon gjykatës kushtetuse, unë kam besu që është shkelje kushtetutës, po ta zonë që nuk është shkelje kushtetutës. Po prap, dhonja e mandatit të dytit, Glauku Njufës, tu e ditë që nuk i ka votat, ka qenë akt në shërbim të kauzës së liderit të partisë, apo në jetë kauzës, po në akt në shërbim të idesë se liderit të partisë më të madhe kur e qysh po do me pas zgjedhje dhe kur po do me organizu sistemin zgjedhor. Pra këtë ka toleru opozita e Kosovës, ta kanë partitë opozitare në kënd gjumë, sepse e kuptueshme që dikush kur i ka 50 ose 40% i cakton shumë dinamika politike, po liderët e partive politike opozitare nuk është qëllimi i demokracisë që me konë shërptor të atij që i ka më shumë vota. Nuk kanë pas qëndrim, nuk kanë pas ide, dhe e kanë pagu, pothuajse që të 3 partitë opozitare kanë pagu çmim shumë të madh. Dhe nëse vazhdojnë kështu, gjithmonë kanë me pagu, dhe muj me thonë se edhe e meritojnë me pagu. Nëse dënë pushtet, nëse dënë me të vërtet, me udhëheq, nëse e ki një ide, një program, me udhëheq, një kauz. Unë nuk kisha me i kisha me heket fjallë kauz, po program, lo. Partia politike nuk do të me pas program, një program të mirë, cilin beson me amrejt, me afru qytetarë. Me bind. Ata do të me luftu pak ma shumë. Ta janë shëndru partitë politike opozitare, do me thonë listat, grupet njerëzish që kanë kauza individuale të njerëzve, e përbër nga kauzat individuale të njerëzve që kanë agenda personale e jo partijake. Nuk i shoh deputetët e partive politike opozitare që luftojnë për programin, për vizionin e partisë, të paktën që i shoh deputet televizjes dhe të ndosje që luftojnë ma shumë për partisë se sa për vete.